Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Si zakonisht emisioni mbrëmjes sot me shqindarë në dy pjesë. Në pjesën e dytë do jemi me një ngjarje, themi, me ngjarje po dhe jo ngjarje. Me një ngjarje që merr një kohë shumë të gjatë në Parlamentin Shqiptar, i cili ka filluar në orët e parë të mëngjesit dhe kush e di sa do të vijojë për vijon, ende vazhdon të vijojë, me problematikat duke pyetur drejtësinë. Atë drejtësi që ne kemi ndërtuar deri sot, një drejtësi pak të çuditshme, e cila 0,3% ka spaku dhe gjithë fokusi ishte aty, dhe 99,7% jemi ne, popullata e madhe, me të cilën drejtësia nuk paramerret ose merret shumë vonë me dosjet pa numërta, derisa përfundojnë edhe me vrasje në për dyra gjykata, si që rasti i fundit në rastin e gjykatën e Tiranës. Në pjesën e parë të këtij emisioni, unë do të jem me zotin Blendi Fevziu. Mirëmbrëma, zotin Fevziu. Ka munguar zoti Fevziu për një kohë të gjatë dhe asnjë nga ne nuk e di tamam pse as unë as Fevziu. Kemi dyshime të ndryshme, por ndodh që edhe mungon njeriu. Mund të jetë kjo që ndodh që mungon. Sidomos në Shqipëri mungesat janë të shpeshta. Po sigurisht, do të vijë një kohë që do të mungojmë fare në kjo botë. Që mund mos jetë dhe shumë e largët. Tani, do të përpiqemi Fevzi, me aq sa dim dhe po aq sa kuptojmë veçanërisht, të themi ndonjë gjë për të shohim. Me aq sa dim do ishte më mirë se për të kuptuar nuk po kuptohet shumë. Shumë thuati nuk ka kuptim. Nuk shpjegohen me rregullat normale të logjikës. Shko, me që kjo është një moment ku thuhet vazhdimisht që ore pse merrni vetëm me opozitën e shumë, them ta fillojmë me pushtetin s'pari. Pyetje që lidhen me pushtetin, pastaj zbresim me opozitën. Se ka njerëz që thonë që nuk duhet marrë me opozitën tani. Pse? Unë them që duhet marrë me të gjithë pjesën politike të Shqipërisë, po mendje kjo dynja tani. Tani, Edi Rama ka marrë pushtet thuajse absolut në Shqipëri. Të jemi realist. Po dyshim. Tani, si ishte qeverisin e tij? Mos ndoshta kemi Fevzi pak arogancë në qeverisin e zotit Rama. A ekziston më në Shqipëri në një pushtet relativisht i pavarur? Që të themi, ky themi që i pavarur. A kemi ndonjë më ndarje efektive të pushteteve? Si është ti tani? Shi e shkruaj. Çfarë është kjo gjë? Arroganca zakonisht nuk është një gjë që vjen nga, po e quaj, reagimi personal i një individi. Në jetën e përditshme ti thua që Ylli është arrogant apo Blendi është arrogant, apo nuk është arrogant. Kjo lidhet edhe pak me karakterin. Kur flasim për qeverisjen, arroganca vjen nga shifrat. Për sa kohë që një qeverisje ka shifrat larta, natyrisht që bëhet gjithmonë më arrogante. Për sa kohë një qeverisje nuk kërcënohet në shifrat, po flas në vota, padyshim që bëhet më arrogante. Për sa kohë një qeverisje shton numrin e deputetëve të ulur në parlament, natyrisht që kjo vjen duke marrë territor edhe nga pushtetet e tjera dhe kontrollon pushtetet e tjera. A është sot Rama njeriu më i fuqishëm në Shqipëri? Po. A është sot Rama njeriu më i fuqishëm institucionalisht që ka pasur Shqipëria këto 35 vjet? Po. A është Rama aq i fuqishëm perceptimin parë sa kanë qenë ndonjëherë në momente të caktuara Berisha ose Nano? Unë mendoj që jo. Domethënë, nëse flasim për pushtete, në vitet 92-94 dhe Berisha i ka pasur gjitha pushtetet, por ka pasur përballë një opozitë shumë fort, që i fitoi referendumin për kushtetutën në 94-ën, që i krijoi probleme jo të vogla në rrugtimin e tij. Pra ishte më solide. Po erdhi një moment që opozita gati nuk ishte në vitin 96. Po, në vitin 96-97 nuk por amerikanët nuk ishte në institucione. Edhe Fevziu tante, më fal, Berisha tante gjallë. Po, nuk ishte në institucione, po në rrugë ishte. Kishte njerëz, kishte pakënaqësi. Gjë që u reflektua më njëherë në zgjedhjet e 97-s. Por gjithsesi po ta them, momenti që po kalojmë, Rama po është shumë i fuqishëm, ka pothuajse çdo pushtet. Ti nuk mund t'i thuash njeriu që shiko, jeti i but apo i ndryshe nga sa mund të jetë. Njeriu arrogancën e merr nga pushteti. Nëse dikush mendon që Rama nuk duhet të jetë arrogant dhe nuk duhet të ketë pushtete, nuk duhet të japi votën zoti Rakipi. Se shpeshherë më çudit, ka njerëz që më kapin njerëz në rrugë, për shembull, qelloj me një zonë, më kapi dhe bërtiste thoshte Rama i ka fituar të gjitha, më prishi edhe balkonin që e kisha mbuluar për të shitur paketa, do të ishe nga këto prishit e fundit. Ja, prishit çadra, e kam votuar gjithë jetën.
I thashtë, vjen më vërtet mua? Unë se kam votuar në njerë. Do të thënë, ti që e voton gjithë jetën, i e votën, e fuqizon, dhe kur të vjen tek shtëpia jote, pastaj ti te shtëpia jote fillon dhe mendon. Për raporti është, nëse do ta votojnë, Rama do fuqizohet më shumë, do bëhet dhe më arrogant. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë. Nuk ja kërkon dot të tjerëve ti raportin me arrogancë. Duhet ja kërkosh institucionet, po edhe institucionet duhesh kaq kollajshme që të rezistojnë. Sepse filloni i merr të gjitha. Sidomos institucionet që ka Shqipëria. Institucionet që ka Shqipëria, një background. Ylli, domethënë je gati në kufit e 2 e 3 të pestave. Është 83 mandataj. Për shembull, a është arrogancë mbledhja e drejtuesve të Partisë Demokratike për rreth dhe vendosja e tyre në poste? Po. Është një tentativë për të çuar vendin drejt një vendi me një parti të vetme, ku opozita gati se ekziston. Kur ti i merr dhe drejtuesit e opozitës dhe i futa. Ti je te ideja se më kaloi vetvetiu te pyetja e dytë, te rreziku, çfarë rreziku sjell ky përqendrimi te i skaqmi i pushtetit në një dorë? Pra ti po thuaj që ai ka një ja dorën tani. Rama dhe i merr në përreth edhe këta të PD. Çfarë të doj? Dhe shkojnë ata. Çfarë të doj? Sa ta shkojnë. Problemi është i tillë. Mbas 35 vitesh të transformimit të Shqipërisë, po themi, dhe të rënies të sistemit totalitar, Shqipëria nuk e ka hapësirën demokratike që ka pasur përpara. Nuk e ka debatin politik që ka pasur përpara, nuk e ka balancën politike që ka pasur përpara, nuk e ka pushtetin qendror, nuk e ka pushtetin lokal. Partia Demokratike në gjithë Shqipërinë ka vetëm kavajen, edhe pukën. Ke parasysh do thotë? Ai ka marrë gjithë pushtetin lokal. Ka gjithë pushtetin qendror në Shqipëri, ka gjithë pushtetin lokal, ka 83 mandate në parlament, sepse edhe Berisha 3/5 kishte në 92-shin. Edhe socialistët 3/5 kishin në 97-ën. Po kishte një balans në pushtetin lokal. Kishte një balans në institucione. Më kupton? Kishte një, tu nuk ka balans fare. Nuk ka, dhe nuk ka si të ketë, sepse ai vazhdon dhe fiton me të njëjtat ritme. O do ketë ndërhyrje ndërkombëtarëve, që nuk duket se kanë asnjë shqetësim për ndërhyrje. E dyta, hapësira demokratike vjen duke u ngushtuar, duke u rrudhur, dhe s'duhet harrojmë dhe i gjë, ky nuk është vetëm fenomen shqiptar, ky është fenomen i përbotshëm. Ti ke në Amerikë sot Amerikën që të del në rrugë duke konsideruar që po rrudhet hapësirat demokratike, apo jo? Para fundjavën e kaluar ishte jo këtë tjetër ishte kështu. Ti ke vende të tjera në Beograd pretendohet dalin 1 milion njerëz në rrugë për të kontestuar Vučićin, i cili ka po aq sa Rama në pushtet, ndoshta një vit më herët a më mbrapa. Ka ardhur, apo Erdogani ka 27 vjet, në fillim viteve 90 kjo gjë ishte pa imagjinueshme. Putini ka 25 vjet në pushtet, pra po rikthehemi në një situatë kur regjimet totalitare, regjimet e forta, se s'janë gjitha totalitare, regjimet me autoritariste janë duke u rritur në kurriz demokracisë. Kë thua ti sot, do më thënë, urdhëro shife dhe çfarë ndodh dhe rreth e rrotull. S'ke, do më thënë, me përjashtim të kësaj zemrës europiane, Gjermanisë, Francës dhe deri diku Italisë, edhe Britania Madhe që e ka traditë vjetër, demokracia, tash edhe vendet vogla, demokracia ka pësuar një rrugje. Sistemi është në dyshim. Sistemi është në një krizë. Në limite, në krizë, po edhe ndoshta po ka mbaruar më. Demokracia liberale. Ta them, po është fakti që te The Guardian e shikoj, unë e botova. Unë po të përdor një test. E botova një shkrim të The Guardian, thotë se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës është mjaft autoritar. Jo, unë po të them një shumë autoritar. A do ndodhte në vitin 2025 që për një betejë morale gjithë bota të hynte në luftë dhe të bombardonte Jugosllavinë? Jo. Me një të drejtë morale, sepse po kryeshin krime etnike kundër shqiptarëve në Kosovë, nga Serbia. A do hynte bota e sotme në një luftë? Jam i bindur që jo. Nuk do hynte, sigurisht. Pa jemi në një situatë tillë. Jemi një situatë tillë që edhe drama e ka më thjeshtë. Jepe, presidenti i Amerikës i thot Erdoganit, ti merr vesh më mirë se ne nga këto manipulimet e zgjedhjeve. Po më jo më. Batut e tillë në shtëpinë e bardhë. Ai vetore, po ata që kanë zgjidhur. Ishte një gjë pa imagjinueshme. Qartë. Tani, okay, kjo është gjendja që ne kemi në vend të njëri që i ka në dorën e vet të gjitha. Dhe nuk shqetësohet, nuk shoh shqetësim te fare. Bideri dhe si autoritet ndërkombëtar shpesh e ke vënë re. Del për po dhe sot është në Arabinë Saudite për sfidat globale, si do ta përballoj bota sfidën globale. Po më del aty si udhëheqës ndërkombëtar. Edhe se s'ka dhe punë këtu. Tani, kthehemi tani pasi bëjmë këtë pyetje dhe thamë këto gjëra fevzi, kthehemi pak te opozita. Si duket kjo tani? Sali Berisha vërtet që zgjedhjet janë vjedhur.
Dhe për këtë arsye, thotë se nuk do të largohet nga Partia Demokratike. Po të shikojnë raportin, ai nuk thotë. Raporti SBS që e prisin me këshillit të madh nuk thotë janë vjedhur. Raporti nuk është pozitiv për qeverisë. Kishte problematika të panumërta. Raporti nuk është pozitiv. Nuk shkonte deri te vjet. Nuk e thot raporti tani, për fjalë, por ai thotë do të qëndrojë doktori dhe thotë do të kandidojë në vitin 2026, do të jetë fushë e hapur, thotë edhe të tjerët të kandidojnë kush dojtë. Po ti e përfituron tani që po tha doktori do kandidojë unë. Po kandidoj Berisha, është Berisha kryetari i PD-s. Po kandidoj Berisha, është Berisha kryetari i PD-s. Po i thotë të vinë të tjerë. Jo, nuk shkojnë, ma nuk... Gara thotë do të jetë shumë e hapur. Jo, gara e hapur është dhe normale. Berisha nuk i fiton votat se vjedh vota. Berisha fiton sepse vërtet brenda partisë është njeriu që merr më shumë vota nga gjithë tjerë. Po i merr të gjitha po doj. Patjetër. Po jo, edhe po doj, po edhe po mos doj ai merr. Po mos doj ato vinë aty dhe thonë pse s'do dhe ja japin të gjitha. Flamurit gjithë ta. Tani, çfarë mendon përgjithësisht për këtë? A ka nevojë opozita për rinovim apo ndoshta duhet akoma Berisha? Unë kam thënë që opozita kishte nevojë për rinovim. E kam thënë dhe më herët, edhe lista zgjedhore e Partisë Demokratike në gjykimin tim ishte gabim, edhe mënyra e funksionimit të opozitës në gjykimin tim nuk është ajo e duhura. Fakti që Ilir Ali Mehmeti apo Jorida Tabaku konfirmuan me shifra të larta në raport me njerëz që kanë pas qëndrime më militante në raport, unë mendoj që opozita duhet jetë më e hapur. Natyrisht ata kanë argumentin e tyre, thonë që në një shoqëri ku vota nuk funksionon dhe ti nuk e mat dot vetëm në votë, sepse pretendojnë që Rama i vjedh zgjedhjet, është shumë e vështirë që ti t'i vësh pasaj përgjegjësi dhe t'i thuash tjetrit. Kështu që unë mendoj që opozita duhet të kishte më e hapur. Shikoj, një lider i rëndësishëm politik para pak kohësh i Kosovës, lider goxha i rëndësishëm, tha që ekspertët që e këshillonin, ekspertët e PR-it amerikan, i kishin thënë ti nuk do bësh asnjë akuzë vet. Ti vetëm do buzëqeshësh dhe do flasësh për një jetë më të mirë. Pra ti nuk do thuash një lider i rëndësishëm politik i Kosovës. Lideri i Kosovës. I thanë ti nuk do shkosh dhe thuash që Albin Kurti ka bërë këtë, ka bërë këtë vetëm denoncim. Denoncimet le ti bëj partia rreth rrotull teje. Ti do jesh imazhi optimist i partisë. Ti duhet thuash që ne do ta bëjmë më mirë se Albin Kurti. Ne do ta kalojmë Albin Kurti në mirëqenien e qytetarëve. Pra ti duhet ngjallësh optimizëm për të nesërmen, jo të shkatrosh vetëm. Ta thotë doktori Kjefu aty. Nuk besoj se Berisha nuk e bën më këtë, sepse nuk është në stilin e Berishës, po e kam fjalën. Se doktori po tha këtë të nesërmen se shema, ikën nga bota fare, se i sto do të këto gjëra i sto aty. Se nuk ka rëndësi, unë po them si po lëviz. Pra e kam fjalën që opozita duhet ndërtonte një strukturë, jo vetëm denoncimi, por edhe propozimi. Çfarë ndodhi me partitë e reja? Po kush ta bëj aty? Ju e pat, partitë e reja erdhën me pretendim shumë të madh, po vetëm se u kthye në kopjet PD-s, vetëm me denoncim, u reduktuan shifra të gjitha bashka si 100.000 vota. Dhe po të mendosh i këto vota, i kishte LSI-a në zgjedhjet e kaluara, se shkoi 120.000 vota në zgjedhjet e kaluara LSI-a. Kështu që mund të mendosh që në fundit se nuk kanë shtuar asgjë nga vota opozitare. Pse? Sepse ndoqën të njëjtin format. Formatin e denoncimit ndaj mazhorancës. Formati i denoncimit është shumë i rëndësishëm, se pa denoncim këtu do ishte Bërnami. Por nuk është format që të nxjerr fitues gjithmonë. Nuk është format që të nxjerr. Patjetër, ose njerëzit kanë nevojë për shpresë. Njerëzit nuk kanë nevojë vetëm për të nxjerrë sot, kanë nevojë të shohin të nesmen. Është qenia njerëzore ylli që pretendon të eci përpara. Ndoshta problemi aty është se për shembull foli një djalë nga këta forumi rinor. Para pak ditësh, edhe iku shetin në Amerikë. Në bati që të çlodhet atje pak se dhe mund të binte njëri orë. Se kundër partisë. Jo, për të godasur nuk godasin aty në këtë parti. Po si thua ti tani? Tash unë them kështu. Ndoshta këta njerëz nuk e bëjnë dot më. Tani ylli duhet jemi të sinqert në një gjë. Jo vetëm këta njerëz. Ne kemi një Ram i cili është konsoliduar në pushtetin e vet, që i përdor të gjitha metodat e mundshme për të mbajtur dhe për ta konsoliduar pushtetin, apo jo? Po. Përdor mundësitë financiare, përdor fuqinë e pushtetit, përdor influencat në biznese, përdor influencat media, përdor çdo gjë. Nga ana tjetër kemi një parti demokratike ku Berisha e di shumë mirë që nuk rikthehet në pushtet vet, sepse s'ka as moshën dhe ka kryer ciklin e vet politik dhe Berisha është larguar vet, por u kthye për arsye të problematikës që ju hap, që për mua ishte skandaloze ajo që ndodhi me të. Ama ti nuk gjen te Partia Demokratike asnjë njeri me frymëzimin për të ndryshuar diçka. Berisha ndoshta edhe pse është ashtu, është i vetmi që jeton politikisht. Po ja ta ka zgjedhur.
por nuk, s'ken asnjë gjë. Ti nuk gjen asnjë njeri nuk beson te fitoria. Te pjesë e kokës. Ata janë njerëz që nuk besojnë. Janë njerëz që duan të ruajnë statokonë e tyre, ama ne po flasim për opozitën, po unë të garantoj që gjithë qeverisjen e partisë. Po tani ai është në kal. Në shtim të 2-3 Nuk duket. Asnjëri nuk ka asnjë ideal. Po unë kam të njëjtin mendim me ty, po nuk duket. Janë të njëjtë. Nuk duket se ka i më kalm, e drama është më i kalit. Një shoqëri zotëri i dashur ku asnjëri nuk ka më as pasione, as dëshira, as delir, se deliri nga njëherë shumë i rëndësishëm politik për të ndryshuar gjërat. Je dakord me mua kështu? Ju keni jetuar fillimin e viteve 90, ju e mbani mend entuziazmin e njerëzve. Njerëzit përplasësh, ne jemi përplasur në gazetari me njëri tjetrin. Po besoni me bindje që po bëni më të mirë në raport me tjetrin. Kurse ti sot jeni shoqëri që askush nuk beson atë që pas të Teodor Kekos që shkelte mbi gjitha këto dhe na i qonte budallëqe dhe vinte merrte rrogën në të gjitha vend. Por unë po të garantoj që sot unë i shoh njëherë kalonte te unë, njëherë kalonte më kam. Njerëzit mbasi përplasen me njëri tjetrin, sa futet pushimi, kthehen në mik. Pra, ti ke humbur sot gjën më kryesore në një gjë, besimin për një shoqëri më të mirë. Fevzi, Partia Demokratike, që të ikim nga kjo pasaj, ka vendosur që të mos sjellë, me që ti je një nga drejtuesit të shumë të rëndësishëm të emisionet shumë të rëndësishëm, ka vendosur që të mos sjellë përfaqësues saj në emisionet televizive. Se përballë tyre nuk ka përfaqësues të PS-s. Unë provova një herë të mirë një përfaqësues të PS-s, Bledi Klosin. Me kë jam tha? Me filanin. Mosta, zvej. Dhe zvin dhe ata, se ata zvin, ata s'kan ardhur prej kohë. Ata s'kan ardhur prej kohë. Tani, si drejtuesi emisionit të rëndësishëm, opinion, a mund të më thuash ti, që mendon për këtë vendim, se ata fjalën kanë opozita? Unë e quaj gabim, sepse unë mendoj që opozita duhet shfrytëzoj çdo moment dhe çdo minutë të saj për të folur dhe për të përhapur idetë e saj, qoftë dhe denoncime, qoftë dhe idetë e saj. Në fundit opozita nuk është se ka një akses shumë të madh diku tjetër, media i kishte mbetur. Parlamenti e peç bëri me aprovimin e atij programit. Tha, po filluat të bërtisni, unë e mbyll dhe e mbylli. Pra opozita nuk pati mundësi të bënte oponencën kryesore që një opozit bën një vend, që është ajo programit. E njëjta gjë do ndodhi kur të vi buxheti. Nuk e di kur është muaji i buxhetit, besoj duhet të jetë dhjetori apo të njëjtën gjë do bëj. Do ta mbyll seancën. Kështu që opozita vetëm mundësi ka dritare televizive. Tani, kjo do një lloj koordinimi, e ta mendojnë që duke u përballur me gazetar, gjithë çështja përqendrohet tek PD-ja. Tani duhet themi një gjë, ka një tentativë të plot për t'i relativizuar mediat. Dhe tentativa për t'i relativizuar mediat vjen dy drejtime. Një drejtim vjen nga qeverisja vetë, Rama i tërhoqi gjithë ministrat e tij si nxjerr as me gazetarë, jo vetëm me PD-n, po as me gazetarë të përballet, sepse nuk do, thot shumë veta janë pa përgatitur, punojnë me interesa, bëjnë tjera, nuk është më historia që ka qenë. Dhe në këtë moment ti e relativizon, se ti e mbush me gazetarë, cilët jo në gjitha rastet kanë përgjegjësinë që ka një ministër apo jo, se ti ministrit i kërkon llogari. Nga ana tjetër tani u tërhoq dhe opozita. Gabimi tjetër që vjen drejt për drejt nga media është intensiteti i madh, domethënë ka një gjë, nëse ti një gjë nuk arrin ta dominosh, atëherë e bën qesharake. Dhe kjo po ndodh me qeverinë. Hapen pafund emisione, futen lloj-lloj personazhesh. Njerëzit nuk e bëjnë dot llogarinë mes personazheve komik që kanë peshë dhe njerëzve që s'kan peshë. Dikur ju e dini shumë mirë, pesha e fjalës kishte peshë. Kishte peshë që reflektonte shoqëri. Sot duke krijuar këtë amullinë e përgjithshme të studiove televizive ku të gjithë flasin, të gjithë thonë, s'din asgjë, është krijuar një ngërç. Ngërçi i tretë shumë i madh që më vjen keq por duhet ta themi dhe që unë po e ndiej përdit, është që 15 vjet përpara informacioni nuk ka qenë ky që është sot me botën e online-it. Ti nuk e merre dot një gazetë amerikane sa të vinten kopje të printuar këtu, e ke parasysh apo të shifje live-in. Sot çdo njeri, edhe ata njerëz që janë rrugë, edhe ata njerëz që s'kan interes për media, kanë akses në informacion njësoj si gazetarët, apo jo. Dhe duke pasur akses, shpeshherë ata vënë re që gazetarët që dalin nëpër studio janë më pak të informuar se sa vetë këta persona. Pra sot ti nuk je më në një sfidë vetëm për të dhënë informacionin që vjen nga diku te këta, po duhet të jesh një sfidë globale me një informacion që ju vjen njerëzve nga gjitha drejtimet. Sot ti ke platforma online që japin informacion më shumë se që japin gazetarët. Për arsye të informacionit. Dhe ju e di, besoj jam i bindur që edhe me portalin që ju keni më shumë informacion se sa vinë që të japin gazetarët, që vinë drejt për drejt flasë, jo vetëm kështu. Kështu që duhet kemi parasysh që jemi në një kohë tjetër, kur gjërat kanë ndryshuar ndjeshëm, përqendrimi i publikut ka ndryshuar ndjeshëm, por ama ka një problem. Nëse opozita vendos të braktisë studio televizive, që për mua është gabim, insistoj edhe një herë,
opozita duhet shtoj në mënyrë të jashtëzakonshme aktivitetin e saj në rrjetet sociale, në mediat online, po opozita e ka zero këtë aktivitet për momentin. Qartë. Tani, po shkojmë drejt zgjedhjeve të pjesme Fevzini 6 bashki, por më shumë... 5 kam përshtypjen. 6. Se ti thua 5 se zbret Tiranën, po ti zbret më të rëndësishme. Se dhe aty do bëhen, por nuk ka rëndësi. Por më së shumë ti fokusi është në Tiranë. Po, patjetër. Shanset janë që edhe zgjedhjet e Tiranës zhvillohen brenda aktivitit, si tham. Opozita ka vendosur të mbështesë aktorin e njohur të humorit, Florian Binaj, dhe thotë se është kandidat i pavarur. Si e mendoni? Shiko, unë mendoj që ky është gjykimi im. Unë mendoj që opozita është gjetur e papërgatitur në këto zgjedhje, ndoshta ishte edhe një gabim i saj. Unë kam insistuar dhe publikisht dhe kam përshtypjen, e kam thënë edhe në emisione, që në momentin e parë të arrestimit Veliej nuk do kthehej më në detyrë. Ke parasysh se nuk shkonte në një mas tillë aq të rënd, ai të kthehej prapë në detyrë, kështu që opozita duhet ishte bërë gati për zgjedhjet në Tiranë duke filluar që nga shkurt marsi i vitit të kaluar. Ela vetë kërkoi në maj shkarkimin e Veliejt dhe nuk u përgatit në shtator. Dhe momentin e fundit, përballë aq kohës sa kishte mbetur, opozita nuk mund nxirrte një kandidat. Ilir Ali Mehmeti, që konsiderohej nga të gjithë si kandidati i vetëm që mund të mbështetet edhe nga partitë e tjera opozitare, refuzoi që të futej në një mandat pjesëshëm, kështu që opozita s'kishte zgjidhje, kishte zgjidhje vetëm për të bashkuar gjithë faktorët e tjerë, të ndërtuar një koalicion me një figurë jo të vetën të drejtë për drejtë. Pastaj, as zgjodhi Ermal Asimen, as zgjodhi Florian Binajn, as zgjodhi njërin apo tjetrin, unë po nisem te fenomeni, se kush mund të ishte më i mirë është gjë tjetër, e kupton? Po në parim nuk shkonte dot me një figurë politike të vetën. Përfituan për një moment që Binaj e poshti. Tani marrim një gjë, Partia Demokratike sot, në gjithë grupin e nënkryetarëve, nuk ka ndonjë figurë që mund të kandidojë në Tiranë. S'ka thua. Po ja po ta them, Luciano Bocci, jo nuk është për të trishtim, po janë dhe në çik figurat që kanë ardhur me një background lokal. Luciano Bocci ka jetuar në Elbasan. Ti nuk mund ta vësh kandidat për Tiranën apo jo. Oert Bylykbashi nënkryetar ka jetuar në Durrës. Ti nuk mund ta vësh kandidat për Tiranën apo jo. Agron Gjetmarkaj ka jetuar në Tiranë, por shumë i lidhur me Lezhën. Ti nuk mund ta sjellësh në Tiranë për ta vënë kandidat për kryetar bashkie. Domethënë, mbete Albana Vokshi dhe Edi Paloka. Se Flamur Noka prap nuk është... Kalaja dhe Klevisi kanë jetuar në Tiranë. Ne po flasim figura të rëndësishme politike. Flas njerëz janë nënkryetar në këtë nivel, edhe drejtues, pastaj kandidat mund të kesh. Kurse për shembull tek PS-ja ti ke figura që mund të përdorësh për Tiranën. Ti mund të vendosësh Blendi Klosin për shembull, po duaj, mund të vendosësh figura tjera, pra ka më shumë njerëz që kanë një lidhje me qytetin. Do ishte shumë fort. Kush? Klosi do ishte një... Se sekretari i përgjithshëm, do shkonte në një nivel krejtësisht tjetër. Përfitojmë... Dhe Ogerta Manestiliu është 10 vjet ministër. Sigurisht që do të pyes tani. Përfitojmë për një moment që Binaj mposh gjithë makinerinë elektorale të PS-së, Manestiliu në gjithë shka dhe bet kryetari i bashkisë. Po. Tani, mendojnë që i qeverisë do të Tiranën tani dhe duke patur... Unë nuk di të them. Unë di të them që një provë ne kemi, që duke qesharake në fillim, kemi provën e Zelenskit. Kur filloi lufta në Ukrainë, një nga shefat e rëndësishëm të PR-it, kompanive europiane të PR-it, në një bisedë që ai ishte përfaqësues i partisë kur erdhi. Jo, një minutë. Ai hyri si një pavarë. Ai erdhi komplet outsider, nuk kishte asnjë aktivitet. Se nga diku vjen çdo njeri. Ai s'kishte asnjë aktivitet partijak. Dhe më thotë që imagjino sa e tmerrshme është Ukraina kërcënohet. Ishte partia mbrapa, ishte mbrapa. Kërcënon Rusinë, kërcënohet nga Rusia tani tha dhe ka president një Karagjoz. Në fakt, Zelenski rezultoi një figurë goxha e suksesshme. Edhe shumë e suksesshme edhe pas jo vetëm për Ukrainën. Edhe për Ukrainë. Kështu që a do jetë figurë, ne nuk e dim këtë. Në fundit edhe Rama nuk është se ishte ndonjë politikan i rëndësishëm kur erdhi. Kishte mbajtur qendrime politike, po piktor ishte. A do të administrojë Tiranë? E para njëherë duhet bëjmë gjithë qartë. Ky kryetar bashkie që vjen ose kjo kryetare bashkie nuk administron dot asgjë në Tiranë. Sepse nuk zgjidhet Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak është ky që është. Dhe dominohet krejtësisht nga Partia Socialiste. Ka më pak se një vit mandat. Megjithatë, unë kam idenë dhe shpesh në studio kam thënë Fevzi që njerëzit e partisë, Ali Mehmeti për shembull, mund të kandidonte edhe le të humte, por të rritte peshën e partisë. Votat. Po nuk deshulli. Nuk desh. E po këtu është një pyetje pastaj. Ilir Ali Mehmetin e kanë ftuar në studio duke besuar që ai do vi dhe do pranoj ftesën. Ai erdhi dhe u përgjigj po. Në çdo rast unë do isha një kandidat për Tiranën, do jem dhe do isha. Por jo në këtë rast. Dhe në këtë moment, shiko, ka një precedent Partia Demokratike. Në vitin 2003, që ju duhet ta dini, ndoshta po aq mirë sa unë, Partia Demokratike kishte
ndërtuar në kokën e saj si një kandidat mundshëm për të përballur Edi Ramën, Bamir Topin. Dhe ishte e bindur e gjithë struktura PD-s që kandidati përballë Ramës në 2003 do ishte Bamir Topi. Por mbas takimit që ai pati me Berishën, Bamir Topi nuk pranoi. Kur askush nuk e kishte menduar që Bamir Topi s'do pranonte. Dhe Spartak Ngjela ishte një zgjedhje që doli nga xhepi në moment në fundit. As Ngjela vetë nuk ishte përgatitur, pavarësisht se ai bëri një fushat pastaj që ishte shumë interesante dhe një. Pra, në parim, në këtë moment është ajo që ju thash në fillim. PD-ja nuk pati kandidat, nuk ishte kujdesur për kandidat. Kandidat mund të ishte Ilir Ali Mehmeti, po duhet filloj të flitej më herët me të. Kandidate mund të ishte Jorita Tabaku, po e lë ajo mandatin e deputetit që fitoj me aq vështirësi për një betejë që s'ka asnjë shpresë ose që ka dyshime të mëdha, kështu që po dy kandidatë të tjerë, Manastirliu, ç'ke për të dhe Manastirliu ka strukturën e Partisë Socialiste, është 10 vjet ministre, është ministre ndoshta më jetë gjatë në Shqipëri që unë mbaj mend, ajo nuk e di ka ardhur në 14 apo 15 tani, se unë nuk kujtoj datat. Ka qenë ministre e shëndetësisë, ka administruar Covidin, gjë që e bëri person publik se para Covidit nuk është se kishte në statur, ka punuar ministre e arsimit pa në një, po them, produkt madh aty, sepse tek shëndetësia për arsye të Covidit u evidentua, është figurë e rëndësishme e Partisë Socialiste, është ndër besnikët e forta të Ramës, se vjen nga grupi i vogël i Bashkisë Ramës, kur ai ka qenë kryetar bashkie, dhe Rama ka bërë dhe një zgjedhje për të unifikuar strukturën e partisë, në mënyrë për të mbajtur të lidhur dhe njerëzit të cilët mund të ishin besnikë të Erion Veliajt. Pra, Ogerta Manastirliu shifet si një garante dhe për grupin mbështetës të Erion Velis. Kjo është analizë ime, nuk është informacion. Dhe unë mendoj që ai ka bërë këtë zgjedhje, pra kishte dy zgjedhje, o do të fuste një figurë që do bënte një betejë, po për shembull Gonxha nuk ishte figurë që merrte edhe trashëgimin e Erion Veliajt, sepse është më e vonë. Po Klosi ishte çetë ti, ose Klosi dhe Veliaj nuk kanë pasur raporte të mira asnjëherë. S'kan pasur. Tani, po për paktën jo publikisht, se publikisht mund. Po për Alin Qorin. Alin Qori është kandidat që nuk ka shanse për të fituar. Kandidon çdo garë. Nuk ka shanse për të fituar. Dhe rrit tuaj ban të karikuar elektoratin e vet. Si zgjedhje është zgjedhje mirë. Unë do isha që dhe kandidat tjerë të mund të futeshin, sepse ndryshe ti nuk e mban dot elektoratin tënd. Tani Fevzi, okej, jemi këtu. Kalojmë në një moment tjetër. Po që betejë do bëhet mes Manastirliut dhe Binajt. Kalojmë te një moment tjetër shumë. Megjithatë, mund të ndodhi edhe një gjë komike, që kandidatët vazhdojnë fushatën, po gjykata kushtetuese mos i pranojë zgjedhjet. Jo, do vonohen ato, po si Jo, mund mos i pranojë fare. Mund ta quajë shkarkimin e Veliajt jo kushtetues. S'ma merr mend. Po ja e marrim, a është skenar hipotetik? E pranojmë mos. E pranojmë, dhe në këtë skenar hipotetik, dy kandidatët që do vazhdojnë të ndodhë një gjë akoma më komike. Në qoftë se nuk bëhen zgjedhje të vit, nuk do jenë më këta kandidatë zgjedhje. Kalojmë një moment tjetër, besoj shumë të rëndësishëm, të debatueshëm dhe të diskutueshëm. Një institucion u krijua në Shqipëri për të rregulluar gjithçka ne kishim bërë keq. Po. Duke pasur parasysh Fevzi që pjesën ndërmosë të tjera ne kemi bërë keq. Po, patjetër. Në 35 vjet. Dhe menduam tani që erdhi një institucion, Spaku, dhe ky do të rregullojë gjitha. Deus ex machina. Po. Zgjidh, bjen ai nga lart, pam aty dhe zgjidh. Po. Në fakt, në Altin Dumani do të largohet nga kjo detyrë në dhjetor të këtij viti. Po. Shkurt dhe qartë për njerëzit që ti ditë i thuash qartë sa gjëra nga eksperienca gjatë që ke si moderator. Çfarë bilanci mendon se ka pasur Spak në drejtimin e tij? Kaq kohë sa e kanë pasur. Tani duhet ndajmë dy gjëra, drejtësinë përgjithësisë dhe Spakun veçantë. Do të bëj pyetje tjetër. Do të bësh për Spakun. Që është 99.7. Kjo është 0.3. Dhe duket shqiptar të gëzuar që po zgjidhen problemet. Po problemet e kujt? Të Fatmir Mediut. Unë mendoj që 5 vetave që paraqiten kalojnë aty. Dumani e ktheu Spakun në një strukturë më efikase dhe më ndëshkuese se sa që ishte në 3 vjet përpara. Por nuk jam i sigurt se si do të vazhdojnë 3 vite të ardhshme. A kam unë vërejtje për Dumanin? Kam sa të duash, dhe mund të ti rendisja tani, po ti kam renditur dhe herë tjetër. Megjithatë, Dumani është një prej njerëzve që la gjurmë, duam apo s'duam ne, me Spakun. Është njeri që kërkoi arrestin e Berishës, pavarësisht se si arriti dot, dhe që për cilin unë s'jam dakord. Është njeri që arrestoi Ilir Metën, arrestim për cilin mënyra se si u bë arrestimi se u sy dot, s'jam dakord. Është njeri që arrestoi Erion Velin. Nëse më pyet mua dhe flas nga pozitat e njeriu që ka një eksperiencë, nuk jam jurist, unë do pretendoja që këta njerëz të ndiqeshin në gjendje të lirë, t'ju vërtetoj
po quaj shkelja ligjore apo krimi që kanë bërë, dhe pastaj që kalonin burg. Para burgimi nuk është zgjidhje. Megjithatë sot Dumani para pak minutash tha që vetëm 9.7% të rasteve të spakut kanë shkuar në paraburgim, pra në mas sigurie me arrest. Pjesa tjetër tha po ndiqen në gjendje të lirë. Unë mendoj që disa për këtyre arrestimeve janë bërë në mënyrë spektakolare dhe për të krijuar përshtypje lart e poshtë që këtu po ndeshkohen njerëz që nuk ndeshkoheshin parë. Ma thuaj ti mua, edhe pse këtu nuk ka asnjë përgjegjësi spaku, përse duhet kryej arrestimi Ilir Metës në ato rrethana në mes të rrugës. Kartolina më e shëmtuar për një vend. Cili është ai vend që presidentin e vet, kushdo qoftë dhe çdo lloj krimit këtë bërë, e tërheq zvarr në mes të rrugës, kur mund ta çojmë burg në kushte normale. Dëgjova dje konferencën e shtypit të kryeministrit të Malajzisë, i cili tha me të qeshur unë kam qenë në burg, ka qenë burg për korrupsion. Unë kam qenë në burg, tha. Edhe Trumpi ju ofrua burgut, tha, se ishte me Trumpin, bashkë dhe po bënte shaka. Ai njeri ka qenë në burg, ka dalë nga burgu, ka kryer dënimin dhe është rizgjedhur kryeministri i Malajzisë. Në botë, fakti që ti mund të bësh burg ose mund të dënohesh, është një lloj riedukimi si koncept. Po të votuan njerëzit, ti mund të shkosh prapë atje. Se ne na duket sikur ky ndëshkim është ndëshkim dhe është fundi i botës. Por çdo njeri që bën burg, kur del nga burgu punon prapë ylli. Qartë. Apo jo? Domethënë ne jemi mësuar me idenë e ndëshkimit. Dhe çfarë ndodh? Ndëshkimi në Shqipëri nuk perceptohet tek vuajtja e dënimit për fajin që ke bërë. Perceptohet vetëm po e arrestove ti dhe po e tregove dhunë në momentin e arrestimit. Pra, ju jeni të ide. Pra, unë jam të idenë që kjo ide e Ja një sekond. Po. Që duket të orientuar edhe pak nga spektakli. Jo duket, është orientuar. Është orientuar nga spektakli për të bërë bujë me emrat. Ndërkohë që s'kishte pse ta bënte. Zyrtarëve për bën vërtet. Për shembull, këto ditë e fundit kemi parë lojën nuk uthir Balluku në Spak, do me thënë një gjagjezë. Balluku ne nuk dim gjë akoma, me që më pyete. Jo, sepse një për gjagjezë madhe. Unë sot do kisha emision. Pa kuptim. Unë do kisha emision për Ballukun. Unë nisa nga lajmet e ditës premte. Asnjë nga gazetarët që janë serioz, nuk mund vinë në studio të flasi për një hipotezë. Ne nuk kemi deklaratën për çfarë bëhet fjalë. Qartë. Domethënë, pa pasur një deklaratë, cila është akuza, mjafton të lexosh mediat online. Po të lexosh mediat online, ti shokohesh. Ca flasin për tunelin e Llogaras, që unë nuk e di e ka përgjegjësi ministri se duhet të jetë arrëshëja. Ca flasin për supervizionin e tunelit Llogaras. Ca flasin për anijet që janë për prodhimin e energjisë. Ca të tjerë flasin për gjë tjetër. Tani në këtë mes, dhe unë këtë e quaj pasaj papërgjegjshmëri. Ne dim deri tani që ka një lajm të dal nga mediat që Balluku do thirret për të komunikuar një akuzë ose për ta marrë të pandehur. Se për çfarë çështje nuk e di, dhe sos mund ngrem hipoteza se po ngritëm këtë gjë. Në fakt është vetëm si bëjmë atentat ndaj vetes. Jo, ka që e bëjnë, më ka që bëjmë, prandaj kemi përfunduar në atë pikë me median. Kanë agjenda të ndryshme, të gjitha kanë dhe halle, e kupton. Shumë kanale. Ne tash unë po them për një gjë konkrete. Unë po pres në momentin që Spaku do komunikoj. Pra duket sikur Spaku ka do merrem me këtë çështje. Makinerinë e PR-it në këtë rast. Po s'dia është makineri PR, dëshiro, çdo njeri kur bën një gjë do të duket. Spaku, unë nuk e di kush ka qenë edhe këshilltari i Spakut, sepse ka një perceptim vazhdueshëm që shembujt janë zgjidhja më e mirë. Shtetet kanë jetuar me shembuj. Pra bëj 2-3 shembull për tjerë dhe trembën dhe tjerë ose krijohet përshtypje të tjerëve. Në fakt, unë jam që kush, domethënë, ti duhet dënosh fajtorin. Sikur ti të dënosh 99 fajtor dhe një të pafajshëm, ti ke dështuar. Domethënë, është më mirë të mos dënosh ca fajtor dhe mos fusësh një të pafajshëm sa një pafajshëm të bëj burg. Një moment tjetër në këtë me që jemi të Spaku, Fevzi është, kemi vënë re që jo shumë rallë, janë jo të ralla fare rastet kur gjykata rrezon Spakun. Pra, po vajte aty shkurt që ngren, domethënë gjykata nuk e rrezon Spakun. Nuk e rrezon. Ky është defekti më i madh që ka reforma në drejtësinë në Shqipëri. Domethënë, unë Spakun... Ti ke marrë edhe dënimin aty? Ja, unë po ta them. Unë e quaj Spakun deri diku një histori suksesi në raport me drejtsinë e bashkëshme. Edhe unë e kam atë. Unë e quaj Spakun një histori suksesi në raport me drejtsinë e bashkëshme. Por ja vim këtu. Por, unë konsideroj që tek Spaku ka një problem madhor. Spaku është prokurori. Spaku ngre akuza dhe mbron akuza. Spaku nuk dënon njeri. Spaku ngre akuzë. Dënimin e bën gjykata. Po gjykata është... Problemi është që gjykata, dhe këtu kam pasur një deklarat të Dumanit që më ka shokuar, që ka thënë natyrisht gjykata do aprovoj gjërat tona në raportimin e vjetshëm, gjykata zotëri duhet të jetë e pavarur, por nëse gjykatësit e gjykatës posaçme përsërisht vlerësohen dhe po them
kontrollohen nga SPAK-u, në kuptimin e kontrollit profesional, jo pjesën mirë, atëherë ti s'ke këtu drejtësi të pavarur. Dhe e dyta, unë e kuptoj prokurinë e posaçme, dhe këtu kam një pikë pyetje të madhe për reformën drejtësi dhe nuk e di sa veta mund të kuptojnë. Prokuritë posaçme mund të ketë, po gjykatë posaçme pse duhet të ketë? Domethënë ti ke një prokurit posaçme kundër korrupsionit dhe ke drejtë, po gjykimi mund të jetë në gjykate normale. Pse duhet të jetë gjykate posaçme vetëm për zyrtar? Në cilin vend të botës ka gjykate posaçme? Po që se ti më gjenë, se më bashkë unë se njoh mirë, gjykata s'ka pse të jetë posaçme. Në mënyrë që drejtësia të ketë. Ti mund të kesh një prokurit posaçme me që është korrupsioni shumë për këmbë. Po ç'do të thënë gjykate posaçme? Gjykata speciale 45-s. Kush? Çfarë do të thënë? Njerëzit shkojnë gjykat, njerëzit janë gjithë barabartë përpara ligjit dhe shkojnë në të njëjtin gjykat. Sot zoti Rakipi, ju që jeni një qytetar normal, i njohur, një qytetar fare pa njohur që mund të jetë marangoz, dhe një tjetër që mund të jetë në nivelet më të larta, shkojnë të gjithë në gjykat për probleme civile, apo s'është kështu? Në të njëjtin gjykat. Pse atëherë kur do dënohet korrupsioni nuk duhet shkojnë në këtë? Nëse ti akuzon një njeri që të ka bërë një padrejtësi, ti shkon prapë në gjykat, në të njëjtin gjykat. Kështu që në këtë aspekt, ndërtimi i një gjykate të posaçme, unë nuk e di shpjegimin, dhe tani ka ardhur koha dhe të themi një gjë, se pavarësisht entuziazmit të reformës në drejtësi, reforma në drejtësi prodhoi një histori relativisht suksesi si është SPAK-u dhe prodhoi një kaos total në anën tjetër që sot Shqipëria e ka në kurriz. Sot, unë nuk jam i saktë, mund të futem të kontrolloj në telefon se si mbaj mend përmend, gjykata e lartë deri pak kohë parë kishte 30.000 çështje për të gjykuar. Gjykata e apelit ka 1/3 e numrit të gjyqtarëve që duhet ketë për të gjykuar çështjet. Një gjyqtari ndjerë që humbi jetën, kishte 1.800 çështje për të gjykuar. Po ku ka pse Supermani janë gjykojnë 1.800 dosje? Qartë. Kështu që në këtë rast ne kemi prodhuar një kaos për të cilin askush nuk del përballë, vetëm thonë suksesi i madh dhe askush nuk përgjigjet. Dhe pyetja ime parë është, jo Amerika thonë bëri kjo. Jo, Amerika ka një këmbgulur më shumë për SPAK-un. Me çfarë të drejte kjo reformë drejtësi dogji gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese dhe e la vendin pa gjykatë kushtetuese nuk e di sa vjet dhe e nisi nga gjykata kushtetuese dhe nga niveli i parë. E dyta, po të them një gjë tjetër. Sot mungojnë me qindra gjykatës ndoshta. Shqipëria ka numrin më të vogël të gjykatësve për 100.000 banorë se e kam publikuar. Kishim 1/4, 25% të gjyqtarëve që ka sot Mali i Zi. Ama pyetja është e tillë, pse nuk shtohen gjyqtarët? Më thonë që duhet vinë me shkollë magjistrature. Shqipëria, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, që është institucioni më i lartë që garanton kushtetueshmërinë në vend, i ka marrë nga eksperiencë nga rruga. Kam punuar noter, kam punuar jurist, kam punuar këshilltar në institucione dhe u bën gjyqtar kushtetues. Dhe nuk merr gjyqtar të nivelit të parë nga njerëz që kanë mbi 10 vjet eksperiencë në drejtësi. Tirana, jo, më fal. Tani për reformën në drejtësi, 99.7% është pjesa tjetër. Po pra, 99.7, 0.3% janë çështje. 0.3% janë SPAK-u. Por 0.3% nuk është Shqipëria. Jo, shikojmë ne thret politikanë. Jo, është ai ndëshkimi i njerëzve që janë konsideruar të pandëshkueshëm. Duket totalisht e dështuar kjo drejtësi. Kjo që kemi. Reforma. Shiko, mund të bëhet nga e para më. Jo, një minutë. Që të them e dështuar s'di ta them, po di të them që është një kaos, se dështim pastaj duhet ta shohësh. Është një kaos. Është një kaos, ne do të themi një gjë. Sot, çështjet gjyqësore janë më të gjata, vuajtja e njerëzve për gjykata është më e gjatë, drejtësia nuk është më e mirë. Kush thotë që është më e mirë? Po s'ka se si e mati që është më e mirë. Zaka qenë. Jo më thonë vetëm të SPAK-ut. Si, ne kemi pasur gjykatë kushtetuese me njerëz, cilët mund kesh 100 defekte, po që kanë marrë 37 vendime kundër një qeverie në momentin që qeveria është shumë e fuqishme. Apo s'është kështu? Po. Marrëveshjen rrëzuan një prej marrëveshjeve fundamentale që kishte bërë qeveria Berisha, që ishte marrëveshja e detit me Greqinë. Dhe rrëzuan 9-0. Je dakord? Atëherë pse drejtësia sot më qenë nga më e mirë se ajo që ishte? Po marrë nivelin kushtetues. Duket sikur nuk është bërë drejtësie. Tani, nëse flasim për padrejtësinë e përditshme në shoqëri, unë them vetëm një gjë. Do kishte më kurajo që kjo mazhorancë duhet kishte më kurajo dhe të pranonte që ne kemi prodhuar një produkt që ka dhënë rezultat dhe ka ngjallur entuziazëm të njerëzit që është SPAK-u,
me gjithë pikpyetjet që kemi, dhe kemi prodhuar një kaos total në anën tjetër. 99.7% kemi një kaos total. U del pastaj i vret gjyqtarin, bën dosje të male. Jemi nisur për mirë, po na doli më keq. Sepse shiko, ky nuk është me qëllim. Është një dështim. Domethënë sot themi një gjë. Koha për të marrë sot me një dosje duhet futur mekanizma të tjerë. Është afërsisht 2.2%, domethënë herë më gjatë se sa koha që ishte para reformës në drejtësi. Fevzi, të kam bërë të më përpara pyetje që edhe përshëndim se vijon, po shumë shkurt. Kulla shumë të larta po ndërtohen në Tiranë, shumë të tjerë miratuar, por nuk po nis ndërtimi, tani qarkullojnë në fjalë që ka krizë, si mos ndodh flusk. Kjo është tema që unë po merrem në 2 javë të ardhshme, kam identifikuar me një saktësi të pashëmbull të gjitha projektet e kullave që janë aprovuar, jo ato që janë ide, ato që janë aprovuar, është një numër kullash tani s'po ta jap, po i kam të gjitha, a do ndërtohen, këtu unë jam brenda kuadrit opinionit, se unë nuk është se e di. Unë mendoj që një pjesë nuk do ndërtohen, një pjesë mund ndërtohen, një pikë pyetje e madhe është kush do t'i blej këto godina? Dhe nga vinë parat? Po nga vinë parat mund vinë, sepse shumë prej tyre, po që se shet t'i parat vinë. Banka s'japin me përshu. Po në qofë se ti i shet ylli parat vinë nga blerja. Po s'ka shiti. Atë nuk e di. Po jo, ke statistika do t'i shikosh. Po e bere emisionin do t'a shikosh, që kam parë unë. Kam thirrë ekspert. Nejse, procesë shkyt do t'a shojmë, por a ka një rrezik fluske? Pa tjetër. Besoj që Tirana, sidomos, po jo Bregdeti. Një pyetje tjetër shumë e rëndësishme. Sepse në Bregdet po shoh që ka mundësia e rritjes turizmit është më e madhe. Pyetje tjetër shumë e rëndësishme, Fevzi, Tirana një qytet shumë i ndotur. Së fund me një raport nxirrte që numri i vdekjeve nga ajri i ndotur në Tiranë është 3 herë më shumë se në Evropë. Si ka mundësi që kjo çështje kaq e rëndësishme nuk merr fare vëmendje në Shqipëri? Ndërkohë qeveria dhe autoritetet nuk marrin asnjë mas. Përkundrazi tani kishin marrë një vendim të rrisin çmimin e energjisë të pikat ku karikohen makinat elektrike. Po e di. Duke si tani do të ndërtohen makinat elektrike. Unë jam kundër kësaj se makinat elektrike kanë sjell një lloj uljet ndotjes në kuptimin që nuk do ndodhej shumë sa do të kishte me shtimin e makinave. E dyta janë makina shumë të mira për qytetin, edhe nuk kanë as ndotje akustike. Ti nuk e dëgjon atë zhurmën e tmerrshme kur i jep gaz makinës njeriu me makinën elektrike. Janë gazet silencioze, kështu që unë jam që ky çmimi këtyre mos rritet. Sa për ndotjen, saç është faji i drejtuesve, është faji dhe opinionit publik. Nëse ti bën një emision për gjërat ndjeshme të njerëzve, për pensionet, unë bëra një emision për faktin që Shqipëria ka çmimet më të larta në Ballkan dhe më të larta se vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që rrogën e ka sa 47% të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra, njëjti mall i marr në një supermarket italian me një supermarket shqiptar ishte 100 deri 130% më i shtrenjtë në Shqipëri. Dhe duhet kemi parasysh që një rrogë në Itali është 1200 euro, po flas të nivelit, ndërsa në Shqipëri është 300-400 euro, pra është 4 fishi, ja 500 po them. Është 40 ca 50%. Këtë emision nuk e shef njeri. Ti bën një emision për pensionet, janë jetike, nuk i shef njeri. Qofse ti vë të diskutojnë Rama apo Berisha, njerëzit e kthejnë në një lloj tifozllëku dhe kënaqen. Kështu që ti ishin gjërat nuk bien nga qielli dhe nuk të rregullojnë tjerët. Nëse njerëzit nuk do merren me përditshmërinë e tyre. Sot ne flasim për një vend që pritet të zhvillohet në nivele nga më të lartat, edhe që po bën rritjen më të madhe në Ballkan apo Dubai i Ballkanit. Po Dubai nuk ka pasur ujë për 2000 vjet dhe sot po mbjellin lulishte dhe pyje me ujin që e nxjerrin nga kripa. Ndërsa Shqipëria është vendi i dytë në Europë për resorset, për burimet ujore dhe është një vend që nuk ka 23 orë ujë në ditë. Ka vetëm 1 orë në ditë ujë. Qartë. Dhe besoj ju e dini këtë dhe ndjeni. Shqipëria është një vend që po zhvillon turizmin, mirë po në bërbanjot e hotel e restoranteve në jug, kishe një letër mos shkarko vëtsën, sepse s'mbushet me ujë. Si ishte turizmi këtë verë? Ishte më i dobët. Ishte më i dobët. Më i dobët, absolutisht më i dobët. Qeveria ka miratuar shumë resorte, sidomos në jug. Po resortet... Si ndihmojnë këto në rritjen e turizmit, se në fakt një nga njerëzit të cilën e pyeta, ekspert, më shpjegonte që të gjitha gjërat vinë nga jashtë. Perimet, mishi, dreqimi, nuk është e gjitha kështu. Nuk është e gjitha? Nuk është e gjitha kështu. Prodhojnë shqiptarët? Prodhojnë, ka vende që prodhohet, po kishe një problem. Mua dje më ndodhi, isha duke shkuar në pres, dhe në Podgorie, në të fshatin në ty Buzrrugës, pash një fermer që po punonte bashkë me gruan dhe nënën me qep. I kishe mbuluar qep, mu duk një imazh i bukur dhe zbrita.
Kur zbrita u trondita. Unë zbrita të bëja një video me idenë që sot bukura qepët në rrugë, po ai më tha, kam 5 ton këtu, tha, dhe nuk i shes dot. Se nuk i shet, e kam postuar në profilin tim në Instagram, dhe është një prej postimeve që ka marrë 5-600.000 shikime vetëm në Instagram për 24 orë. Dhe më tha, unë tha, këto qep, tha, mundova t'ja shes dikujt, tha, me 500 lek, pasaj zbrita 400 lek kilën dhe s'ma ble. Po sa shitet kile janë Tirane, thash 1200, 1300. Sigurisht. Po, dhe unë tha këto dhi hedh, tha, gjithë qepët. Patatet, tha, i shita ca, tha, erdhi me mori dikush, tha, po prap më ngelën tjera. Pra ti, thua, nuk kemi prodhim dhe sillim nga jashtë, ndërkohë që këtu me siguri ka ingranazhe, monopol, që çojnë në këtë nivel. Se pse ota shesësh i qepën 1200 lek, kur e merr me 300 lek. Se ka qenë një fjalë e urtë popullore që thoshte kripa është e lirë në durrës, po e ha qeraja rrugës, nuk e di e mban mend. Po qeraja nuk mund të jetë 400%. Çfarë që të bësh? Dhe ne flasim për një prodhim të jashtëzakonshëm, sepse është i freskët, është bio, është i freskët, nuk është i mbajtur nëpër magazina në kohë të gjatë. Edhe unë jam ekspert bujqësie, di të them vetëm një gjë. Rritja e strukturës turistike është e nevojshme, sepse Shqipëria deri tani nuk ka asnjë strukturë turistike ose shumë pak, 3-4, të një standardi të mesëm e lartë. Ka kryesisht struktura modeste. Në qoftë se ne dalim dhe themi lartë e poshtë, dhe kam dëgjuar këtë dhe nga qeveritar, dhe më vjen shumë keq sepse këta janë njerëz që kanë dalë sot, që ne do marrim turizmin elitar, po ja them me një fjalë, turizmi elitar dhe një dekadë tjetër nuk shfaqet në Shqipëri. Pse? Sepse, ja po ta them. Turizmi elitar vjen me jahte. Ju keni qenë në Greqi, në Itali, në Maltëzi po të marrë, që kanë ku i parkojnë jahtë, ku i parkojnë jahtë në Shqipëri. S'ka një port tjetër. Asnjë, është vetëm majori Kumit që mban jahte deri në një madhësi caktuar, po dha ato zë me jahtet e shqiptarëve. Jahtet janë aty. Si do zbresi ai njeriu nga jahti dhe ku do zbresi në port në Bregdetin shqiptar s'ka asnjë bankinë tjetër nga varka. Do të hidhesh deri këtu në ujë. E dyta, ai turisti huaj që vjen, i cili shpenzon edhe miliona euro me blerje me gjëra, ku do blej? Ku? Vetë qendrove me motive popullore, ku? Ti s'ke një dyqan të brand name apo jo? Ai do të shkojë në një hotel që e ka garanci, që është international name. Më thuaj cilin keti nga Melia në Durrës si vetmi dhe Green Coasti që është M Gallery në jug. Ti s'ke asnjë hotel tjetër brand ndërkombëtar, apo jo? Një njeri i pasur shkon në këtë nivel. Ti s'ke asnjë vilë me shërbim të nivelit lartë. Ti nuk ke, më nuk e ofron dot. Dhe ne duhet ta mbledhim mendje dhe themi, këta njerëz. I vadhësh ajo, Prado ato. Po Prado po nuk është brand name. Ai hoteli tjetër. Po janë hotelet janë të mirë, administrohen shumë mirë. Po jemi nuk janë emër ndërkombëtar. Këta shkojnë në Four Seasons, në Aman, në ky nivel është. Janë memër. Ti s'ke. Po si marrin këta tani këto emrat? Ku ti marrin ku janë hotelet? Do standardet. Pra ti dyshimet e tua janë që ne. Po jo më nuk bëjmë, nuk kemi. Vetëm tek këto nivele të. Ne mbetemi, shiko, ai pëlqejnë Shqipërinë. E pëlqejnë edhe tuaj të pasur. Ama mbas 24 orësh nuk kanë çfarë bëjnë. Ma thuajti mua një njeri që vjen në një nga detet më të bukur që ka globi, që është deti i Jugut. Ky edhe ju bëni pushime. Qartë. Veç para ditës në det, çfarë mund të bëjmë brapa? Asgjë. Ku është qyteti që ai të shkojnë në darkë? Ose duhet flesh. Ai shkon në Bregdetin e Francës apo të Italisë. Po ai në darkë ka restorante shumë të mira, ka dyqane shumë të mira, dalin gratë, po ku do shkojmë ky turisti? Ky turisti me që do paguaj 1500 euro nata, siç pretendojnë këta. Çmimet ne i kemi për këtë nivel turisti? Po turisti që na vjen është në nivelit mesëm e poshtë. Tani më vjen keq, çmimet janë kërkesë ofertë. Ne do mbetemi tek këto nivele që vinë ata me makina, parkojnë makinat dhe kanë mbrapa aty qeren. Kam parë një nga këto si quhen tani gazebo apo këto që i marrin ato që paguen 5.000 euro dita për të ulur 4 veta, po 5.000 euro dita nuk ka standard Shqipëria. Ku kanë 5.000? Nuk sa mil, 5.000 euro për të marrë një nga ato kabanat. Po vajta njëri se s'dua të them emrin. Fal, jo s'dua dhe unë ta them emrin, po vajta në njëri 5.000 euro. Shiko, ai ka të drejtë, ai thot ma paguaj. Fikën dritat dhe nuk dini ato nga Mender Alea. Ai thot se u fikën dritat dhe aty s'punonte gjithë. Ai thot ma paguaj. Thoshin u fikën kësa mil, u fikën dhe këtu thosh. Ai ka të drejtë të thotë që mua ma paguajnë, se ndoshta ka njerëz që paguajnë dhe shqiptarët vazhdimisht shpenzojnë për budallëqe, po në parim Shqipëria nuk e meriton atë çmim. Fevzi ti ishe këtë përveç Shqipëri i ke jashtë këtë vit? Po. Nga sa vendet kanë mbetur gjithsej? Po ka shumë. Kanë mbetur vende që s'ka popullsi, nuk ke pse të vesh Fevzi se. Po mira, po si futëm ato pas se s'mbetet. Han dhe Kafshegra. S'mbetet shumë, ja, po janë ato. Kam edhe një pyetje tjetër Fevzi. Doli
Qëlloj që të vizitoja një vend shumë çuditshëm, Bolivin, ku është një salar dujuni. Vajte aty, po aty rrezikshëm Bolivias. Po, aty është një salar dujuni, një vend ku me krip, liqen kripe, po ujë s'ka më. Kripa është deri 120 metra thellësi, ka 52% të rezervave të kripës gjithë botës, dhe Befas kishin zbuluar dhe 70% të rezervave të litiumit. Ja, më ja. Dhe isha me vete me batonin, dhe e pyeti shoferin në taksis batonin, tha, kuj do e jepni këto litiumit? Batoni s'linjeri pa pyetur. Dhe i tha, kinesëve, tha, patjetër, kinesët tha, Kinesët i marrin dhe ky vetëm Batoni tha, mos i jepni gjë kinesëve, tha se s'do ju lënë. Tani lexova në lajme që e kishin marrë amerikanët. Kishin marrë. Tani të pyetje të fundit kam unë Fevzi, një njoftim i rënd ka dalë këto ditë, nuk e di ishin në Shqipëri ti, që profesor Pilinçit, që ka dalë dhe ka kërkuar dhe qeverin dhe po pret që të zërë zyrat tani ti kap, të largohet Rama, sa më parë dhe të zërë vendet, i rrezikohet jeta, u doli njoftimi, por ai doli bëri përgjigjëstrim. Po, a ishte i vërtet ai se mos ishte? Jo, ajo përgjigjëstrimi, ai thotë nuk më ka ndodhur, se njoftimi thoshte që edhe dronët që kanë dalë tani në këtë pjesën e Ballkanit e këto vinë me qëllim për të goditur Pilinçin e kështu, po duket nuk është e vërtet se e përgjigjëstroi ky vetë. Po mirë, ky është lajmi i mirë. E bëri përgjigjëstrim lajmi i mirë, sigurisht. Por ai vetë thoshte që ka marrë miq për katës. Thoshte Francën, Anglinë dhe Serbinë, të cilët gjithmonë kanë luftuar. Me Serbinë e kemi më kollaj. Me Francën, me Anglinë kemi një problem, se unë mendoj që shteti ynë duhet marrë masa për ta ruajtur zotin Pilinçi, edhe përveç mbrojtjes që ati japin këto. Po pse ti ka fuqi shteti shqiptar që nëse Franca dhe ka një problem tani, po ti me Francën me Anglinë kemi problem se dhe ta mbrojë do të Rama apo ti. Ti e di atë këngën e famshme që mora armën me luftue për liri për atë. Tash Savone ke kuptuar se armiku ishte me ne. Është problemi është ne me Francën me Anglinë jemi partner. Si t'ja bëjmë? Po tani si kanë vajtur. Mendoj që Franca me Anglinë na kenë me hile dhe të. Ai e thoshte. Tani si mendon pse të mos jetë me këtë gjendje që ka arritur Shqipëria e të gjithë? Pse të mos jetë Pilinçi në pushtet? Qeveria që ka bërë të gjitha. Po duhet ta bëj edhe pak më publike qeverin, duhet të jenë aktiv ministrat e tij. Po i paraqitja ai nuk ishte. Po mirë, po duhet të jenë aktiv në media. Ti i ke marrë për shembull qeverinë e tij? Ti mund t'i marrësh një ditë të gjithë. Ne do të përpiqemi se duhet ta sjellësh të gjithë qeverinë. Në zhvillim është. Ose të paktën kryesorët, sekretarin e mbrojtjes, sekretarin e brendshëm, Po vetëm nuk kam ide. Zoti Pilinçi si ka raportet me administratën e re apo të mira? Administratën e re këtë thotë. Amerikane. Amerikanët ai ishin dërguar këto 50 vjetër, po zotëri, se ti që nge mbrapa botës fare. Mirë, se nuk e kam dikur me vëmendje. Është dërguar gjithë kësaj kohe në Shqipëri dhe ka punuar vazhdimisht, por nuk e kemi e kemi për tani në fund. Pse duhet të jetë kjo qeveri që kemi ne dhe kjo klasë politik dhe mos jetë Pilinçi? Se këtë, për shembull, këtu është një pyetje shumë e drejtë ofezi. Të cilët ne njerëzit e medias edhe duhet të japim përgjigje. Megjithëse për ne ai nuk ka lënë gjë pa thënë, po nuk e vendosim ne këtë. Se dhe për ty kishte të plot gjëra. Po s'ka rëndësi, këtë është normale për të thënë çfarë thuhet në Shqipëri, po këtë se vendosim dot ne. Unë e kam ndjekur. Largohet do tani Edi Rama se dhe nuk u lot ky njeri tani. E kam ndjekur dhe admirimin që ju keni për zotin Pilinçi, e kam parë 2-3 herë në për deklarata, por nuk mjafton admirimi ynë. Duhet të votojnë njerëzit. Duhet popullata thuaj të duhet të ndërgjegjësohet. Dhe se tani ose pastaj mund të flas një fjalë andej edhe. Ti ke fuqi të thuash jo unë jo, pa flasa i vet Pilinçi me ata andej edhe. Mund të ndryjnë ata, e drejtë. Atëre zoti Fevzi mund me këtë rast do bënte edhe një shërbim të madh për vendin. Edhe për vendin sigurisht, sigurisht. Atëre falenderoj shumë. Faleminderit ju për ftesën. Në dendur të jemi tani se ti kishe haruar. Po ishin dhe këto pushimet e gjërat dhe të gjitha gjërat. Të flasim domethënë të shkëmbejmë në një pikpamje, e kupton se gjëja më a ka rëndësi pikpamjet tona. Duhet të urosh ylli është të kemi zhvillime se rrezikon mos a ka rëndësi pikpamjet tona? Jo, zhvillime sa duash. Kjo sot për shembull mbledhjet të gjata të stërgjata të parlament që vazhdojnë. Nderuar të shikos, kjo ishte pjesa e parë në misionin për mbrëmjen e sotme me zotin Fevziu. Në pjesën e dytë unë do të përpiqem me kolegët e mi të flasim për ç'ndodhi ndodhi sot në parlament dhe në një gjë tjetër të cilën nuk do t'ju lëm pa thënë dhe pa diskutuar. Publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë.